Universiteti i Shkodrës Luiç Gorakuqi ka zhvilluar konkursin e pranimit për programet e studimit pikturë dhe grafik dhe pedagogji muzikore. 2 degë që kërkojnë testim praktik për kandidatët që synojnë të vijojnë studimet në fushën e arteve dhe muzikës. Konkursi u zhvillua në ateljen e grafikës për kandidatët e programit pikturë dhe grafik dhe në departamentin e arteve për pedagogji muzikore. Rreth 20 kandidat morën pjesë në konkursin e zhvilluar në 2 degët, duke u nënshtruar detyrave praktike përmes të cilave u vlerësuan aftësi dhe përgatitjet e tyre në disiplinë përkatëse. Jena program e artës që i zhvillojmë konkurse dhe interesi normalisht për raundin e parë ne jena jashtëzakonisht kënaqur sepse interesi është jashtëzakonisht i lartë. Gjë që na siguron që pjesëmarrja edhe në raundet e tjera do të jetë vazhdimsi për të rritur numri i kandidatëve. Kjo vitet e fundit programet tona të studimit ka dëshmuar që nuk kanë vetëm dëshirë dhe pasion për të ndjekur këto programe në artë, në departamentin e arteve, vetëm maturantët e cilët bën shkollën e muzikës. Por interesi është zgjeruar shumë më tepër me njerëz që kanë pasione për artin pamor, për pedagogjinë muzikore ose lëndët e muzikës. Nuk mund të themi për një numër final, sepse është raundi i parë, por në raundin e parë ne kemi 10 deri në 11 kandidat për program studimit, gjë që është një numër i konsiderueshëm. Artet normalisht kanë një diapazon shumë gjerë. Pastaj, me të vërtet kemi pikturë dhe grafik dhe pedagogji muzikore, por ama si program pedagogjiet muzikore ka gjitha lëndët dhe profilet brenda të cilat mund të kenë hapësira nga më të ndryshmet dhe përpunësimin më mrapa, siç janë institucione kulture, siç janë institucione muzikore, etj, të cilat i japin këtyre pastaj për ndjekjen e pasioneve. Aq më tepër që ne kemi edhe lëndë teknologjike, siç janë shkrimet në PC muzikore, notacione, muzikë elektroakustike, etj, që është edhe e kohës sot që mund të ndihmojë gjithë ato që ndjekin programet tona. Këto 2 programe janë pjesë e ofertës akademike të Universitetit të Shkodrës dhe synojnë të formojnë student më të njohur dhe me aftësi profesionale në fushën e arteve pamore dhe muzikës. Konkursi i pranimit shërben si etapë e rëndësishme në përzgjedhjen e kandidatëve, duke dhënë mundësi komisionit të vlerësojë drejt për drejt talentin dhe nivelin e përgatitjes së tyre. Pedagogjia muzikore në një farë mënyrë është pjesë e edukimit të përgjithshëm, pra këtë gjë duhet ta kemi parasysh mirë, nuk është thjesht çështje muzikore, po e edukimit muzikor. Kjo ka rëndësi të madhe, sepse ndikon shumë tek brezat e rinj në formimin e tyre, si në aspektin psiqik, gjithashtu edhe të kulturës. Kështu ne presim që këtë vit të kemi një prurje interesante. Aspekti muzikor këtu tek ne është pa gjithmonë me një sy virtual në një farë mënyrë, sepse për shumë persona muzika ngjelet më tepër si pasion se sa profesion. Në fakt, po të shikojmë në botën perëndimore, në botën e zhvilluar, muzika ka një rol të veçantë në formimin e qytetarëve. Me zhvillimin e konkurseve të pranimit, Universiteti i Shkodrës ka vijuar procedurat për përzgjedhjen e studentëve të rinj për vitin akademik 2026-2027. Për këto 2 programe pritjen dhe 2 raunde të tjera të konkurseve të pranimit, pritshmëritja një që numri i studentëve të jetë në të njëjtin trend me vitin e kaluar, rreth 15 deri në 20 student për secilin deg.